الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله استندروار kjo është kaderi dhe caktimi Allahut subhanahu wa ta'ala që ka bon nata dhe dita të ecin dhe mos të rinë me një vend. Ja pra ecën shumë ditët e Ramazanit dhe jemi në pragin e dheqit të fundit. Në muajin ku Allahu subhanahu wa ta'ala t'i fal mëkatet, në muajin ku Allahu subhanahu wa ta'ala të liron prej zjarmit të xhehenemit, në muajin ku ne kemi hapësirë që të fitojmë shpërblime dhe sevape më shumë, por vjen fundi, a thu tash ne do të mbërzitmi sa shpejt shkuan këto ditë, sa shpejt ecën natët, sa taravim betën pa fal, ja pra hatmën se në mbarova, ja kaq se në bona. O lezer, nëse kanë shku kaq ditë të Ramazanit, dije se kajmakin ta kalon Allahu subhanahu wa ta'ala në fund. Atëherë, a je bogati për ngarën në fund. A je gjendje gadishmërie, tash dheqin e fundit të sakrifikojsh. Dheqin e fundit të bësh dësen për Allahun subhanahu wa ta'ala. A i ke mbaruar iftarët, a i ke mbaruar shëtitjet, a i ke mbaruar muzikat, a i ke mbaruar filmet, a i ke mbaruar lojnat, a i ke mbaruar qefet. Nëse këto dit, atër thuaj stop se jena në prak të dheqit. Pendohu të Allahu subhanahu wa ta'ala. Epja besën Allahu subhanahu wa ta'ala. Theja dëshirat vetës tande dhe jepi besë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe thuaj ashtu si kanë thonë selefin, ne më të vërtet do t'i tregojmë Allahut se ne të dojna o Allah. Me të vërtet ne do të thojmë do t'i lëmë çdo send kënaqësit e kësaj dunjoje dhe do të kthehemi ja Rabbul Alamin, se ne e kemi ornak dhe model pejgamberin alayhi salatu wassalam. Në Sahih Muslim që tregon Aisha radhiyallahu anha për pejgamberin alayhi salatu wassalam, thotë që ishte i dërguari sallallahu alaihi wasallam i përqendruar, do të thotë në dheqin e fundit, maksimumin e jipke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dheqin e fundit, që jot nuk ishte në ditë të tjera. Teri sa nuk ka mujt më pejgamberi alayhi salatu wassalam, duke i bo ibadet Allahut subhanahu wa ta'ala, duke dash që të marrësh problem, duke dash xhenetin e Allahut, edhe pse Allahu ja ka fal tër mëkatet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Aisha radhiyallahu anha thot më një hadith tjetër, thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur hinke dheqi i fundit, ahya lejle, e gjallërojke natën, e gjallëtë natën me adhurim, me ibadet, me lexim të Kur'anit.
me istighfar, wa ayqadha ahlah, dhe e zgjoj ke familjen e tij. Gra e fëmijë të cilët kanë pas mundësi të çndrojnë në namaz. Wa shadda al-mi'zar, thot dhe e shtërngoj ke brezin e tij pejgamberi alayhi salatu wassalam. Do thot edhe fëmijët edhe gratë i ka zgjuar Rasulullahi për namaz. Fëmijët të cilët kanë mundësi të çndrojnë në namaz, kanë mundësi të rinë në namaz, dhe shtërngoj ke brezin e tij. Ulemat kanë thonë që e ka shtrëngu brezin e tij, do thotë që është largua dhe prej grave, ka hinë në itikaf dhe ka bo ibadet Allahut subhanahu wa ta'ala. E do ka thonë ka shtrëngu brezin, do thotë është përgatitur për me adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala. Pse? Se janë net të shkurta, janë dakika të caktuara, janë frimari që shkojnë shpejt. O vëllezër, a jeni duke parë se këtë ditë të Ramazanit që shkuan, sikur në ëndër që të vjen në musafir në ëndër në xhom, si duke i qelë dhe i mshel syt, nuk e di, a ne jemi duke u plak, për na duke shumë shpejt të ardhë Ramazani, apo është prej shenjave të kiametit që koha shumë shpejt të shku. Shumë shpejt, me katë të kohë të shpejt shkoj Ramazani. Atëherë, pasi që e kuptuam që shkoj shpejt, atëherë të shfrytëzojmë dhëqin e fundit. E kemi kuptuar që shpejt ka nec. Atëherë, ne duhet të shfrytëzojmë dhëqin e fundit për shkak se janë dakika, janë çaste të shkurta, kurse shpërblimin e këtë madh fiton shumë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pse atëherë ne të kujdesmi për dhëqin e fundit, për shkak se është ki Ramazan nuk përsëritet më. Nuk vjen. Vjen tjetra më ki? Jo. Nëse ke dështuar të ki, je minus. 2. Është se nuk e dina e gjelin si e kemi. Se Allah subhanahu wa ta'ala i ka thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam, innaka mayitun wa innahum mayitun. Ti i vdekur dhe ata do të vdesën. Nuk e dim, kena në xhamat që si kena si vietnamesin ton. Pastaj prej mirësive që janë në dhëqin e fundit është nata e Kadrit, e cila është më mirë se 1 muaj që ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala. Është më e mirë se 1 muaj. Atëherë këtë natë ne duhet të hulumtojmë, të ngarojmë që ne ta gjejmë. Mos ta pritni vetëm natën 27. Mos t'i shikojmë vetëm natën tek. Mos t'i shikojmë natën tek. Dhe që i fundit a ka hi, ti duhet t'jesh gjendje, gatishmëria, ti të fitojsh shpërblimin të Allah subhanahu wa ta'ala dhe të lirojmë vetën tonë prej zjarmit të xhehenemit. Një zjarë me shohemi për të rishtojmë. Selefi, rahimullah, kur kanë kalu e ka zehtarët në treg në pazar, kur e kanë po hekrin si ka dol i kuq prej zjarmit, kanë fillu të qajnë se ju ka kujtu e xhehenemi. Janë friksu. E në qki trupi jonë, që sot një apalash nuk se në mbam në jendor me në dhez dikush, nesër do t'jena, do t'digje, do t'jena lon djekë se të zjarëm xhehenemit. Për këtë, si besimtar që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që mbrenda kësaj natës, mbrenda të dhëqit, është një natë e cila është më e mirë se 1 muaj. Ai cili i hum këtë natë, me të vërtet është privuar ky njeri. Me të vërtet ka dështuar ky njeri. Me të vërtet ky njeri s'ka ditë me investuar për ahiretin e vet. Me të vërtet ky njeri është i dështuar në dunja dhe në ahiret. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an, wa kuli amalu fasayara Allahu a'malakum. Thuaj, veproni ju se Allah i kam i pa punë të juaja. Nëse ne jemi të sinqert, nëse jemi besnik, vallahi të bëjmë vepra të mira, që nesër para Allahut t'i gjëjmë çdo vepër. O xhamat, a dini se ka up rahmeti mëshira prej zemrave të njerëzive? A dini se njerëzit nuk u intereson për njëri tjetrin, përveç nëse kanë interes. Illa me rahim Allah, vetëm ka mëshiru Allah subhanahu wa ta'ala. Njerëzi ka që s'ju intereson një shon rrugë që ati me orë, s'ju intereson askush se pse ka ra, te ka ra, qa ka person. Që cilët kam po me sytë mi para 2 ditëve, me orë një gru, ka ra në rrugë krijesore, këtë kerat kalojnë.
Kolicën e saj me copa drunit paletave, para mendojni, askush nuk ndalet me e këshirë 2 orë a jënë tokë, askush nuk ndalet, dikush mi thonë, a duhet me quhen në spital, a duhet me thyrë emergjencën, apo çka duhet me bo. A dini çka do thotë para nesh tash të shohim njëri i shtrinjet dhe kur kush mos më ja vet hallin çka e ka. Kjo do të thotë rahmeti ka mbaruar prej zemrave të njerëzve. Allah na falt. Por kur njerëzit largohen prej ibadetit, forcohen zemrat. E për këtë ne të tregojmë Allahut subhanahu wa taala, edhe pse ai din më mirë se çka kena në zemrat tona, të tregojmë që ne të dojmë ja Allah dhe ne do të sakrifikojmë. Selefi rahimahullah ishin ata të cilët u kujdesin për dheqin e fundit, u kujdesin për ibadet dhe adhurim, dhe ato e kalojshin natën në namaz duke adhuru Allah subhanahu wa taala. Thot Imam Nawawi rahimahullah, është e preferuar në dheqin e fundit në Ramazan të që të ngjallën natët në adhurim të Allah subhanahu wa taala. Ti ngjallmi natët në adhurim, jo në kanter, jo në loj, jo në seriale, jo në mahabete të kota, jo në për kafe, qajtore, tërnatën, njën sifir. Wallahi është turp për ne. Wallahi turp se ecin netët. Nesër të thonë, rahimahullah, shkoj të vorët. Thot Imam Shafiu, e preferoj që adhurimin që e bën natën të jetë njëtë edhe ai si ditën. Kështu e kanë pas selefi, rahimahullah. Thot Ali bin Abi Talib, thot ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yuqidh ahla, thot e zgjojke familjen e vet, alayhi salatu wasalam, tëri se ka shkuj ka trokit derën e Alis dhe Fatimës, dhëndrit dhe bjes e vet, qoni për namaz. Përgjithsi fëmijët e muslimanëve në kohë, ndoshta dhe si firë s'han, ndoshta sabajnë se falin, duke me ndohë, duke na kap mëshira neve, duke që pak kemi punu me vladët tonë, e pastaj mbërzitmi, a kupton ku shohëm se as si firë, as namaz, Allahu na udhëzoft dhe na kthef ka khajri. Këtë muaj që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në këtë është që në natën e Kadrit, as mirësi që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, që me laqet zbresin në tokë atë sa guraleca ka. Dhe atë natë as shejtant, as sihirbaz, as kërkush zguxon me boshat. Këtë mirë, kush ta jep? Askush përveç Rabbul Alemini, Allahu subhanahu wa taala. Le nëse ka selefi që ata kujdesin për çështjen e namazit të natës, derisa ata kur vinë ke dheqi i fundit, ishte në haiu që boj këtë tush për çdo natë. Para se me do namaz natë, boj këtë tush. Ejube Sekhtiani ishte që natën 23 dhe natën 24 boj këtë tush, vesh ke tesha të reja dhe u parfimoske. Thot Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kur ishe nata 24, u parfimoske, boj ke tush, vesh ke tesha të reja për natë, që mendoj ke që atë natë është nata e Kadrit, dhe kur pasi që mbaroj ke namazin, i hek ke ato tesha, i palojke dhe nuk i veshke. Kurse Thabit al-Bunani dhe Humeid al-Tawil ishin që veshin tesha të reja dhe u parfimoshin dhe e parfimoshin xhamien atë natë që mendojshin që mund të jetë nata e Kadrit. Ne çka do nën kafe, pim duhan mirë e pastaj hina në xhami. Era duhan, teshave duhan, xhamatin e lëndon, do thot me laqet i lëndon. Do thot, mas pakti që të natë, mas pakti, bere, pas iftarit mundohemi të qëndrojmë, ose të përdojmë në misfak, ose të lojmë dhamot, edhe që apremtojmë, që apna besën Allahut, që s'ka me pi duhan, inshallah, tëri pas namazit natës. Të mundohemi më për Allah? Për Allah se nesër të vdesmi. Njëri prej selefit ju ka thonë fëmijëve të vetë, kujdesni, se nuk është dunjoja vendi i xhumit, nesër dhe jeni ushqimi krimave. Nesër ka me hungur krimat. Nesër mbaron çdo sen, haro çdo sen. Nuk të haron vetëm veprat e mira.
Nuk të harrohet sakrificën që e ke bo për Allahun subhanahu wa ta'ala, adhurimin që e ke bo për Allahun subhanahu wa ta'ala, sadakajnë që e ke dhonë për Allahun subhanahu wa ta'ala. Këto janë që të tjesi, kurse se në tjera gjithë do të harrohen dhe duat atyre do të jenë shkak që të ndryshojnë varrin tant dhe timin insha Allah. Allah e zërë, këto dit janë të shkurta, këto net janë që kalojnë shumë shpejt. A selefi janë kanë gjithë që këto janë munduar që të japën maksimumin. Sufjan ath-Thauri rahimullah thot, e dua që kur t'jen dheqi i fundit, që të ngjallëroj natën me namaz dhe e zgjoj fëmijën tim dhe familjen time, ato që kanë mundësi që të bëjnë namaz. Nëse në qojnë fëmijët me pampers, tash sa i fëmijë do të flet, e ka periudhën e vet, por në kohën moshën që ai mund të rjen kam, moshën që ai mund të rije ball pa xhumsis, atëherë ban. Që ne qëllimi jon me pru fëmijën taravi, qëllimi jon me pru fëmijën xhami është qëllimi me mësu namaz, jo me ngajt në për xhami, jo me lujt, jo me piskat, se ato i ka të shpia, ato i kanë qerdhe, ato i kanë në për vendet publike ku janë lojnat, kurse xhamia është në fëmijën tonë me qëllimi bina që ato të adaptohen në namaz, të kënaqen në namaz. Ne duhet të mësojmë se ne jemi urnak dhe model për to. Nëse ne kujdesmi, i mbam afër, ju tregojmë, ju premtojmë mbrapa se nëse rini qetë, e ke dhurat. Nëse bën ket, e ke dhurat. Edhe pastaj shpallot fëmia më i mirë, më i disiplinum, nëse ka nevojë vini te na, e shpallna fëmia më i disiplinum dheqin e fundit në taravi dhe japna një dhurat. Pse nuk e bëjmë kështu? A e dini se në një vend prej vendeve të Perëndimit, shkon një fëmijë që s'ka dash me shku kish, e ka urrejt kishën. Baba i vet ka dash me çun kish. Një ditë prej ditëve shkon te prifti dhe thot, "Çish ta bindi fëmijën tam që të vjen në kish?" Ka thon kollaj. Ka thon si mor kollaj unë çkure luti s'vjen kish. Ka thon çka ka dëshirë fëmia jot? Ndalet, si cili printi di fëmijët e vet që kanë qefet. Thot e ka një biciklet poni e ka qef. Kush i thot? Baba. Prifti i thot shkobleje ti një biciklet poni, ma bjer mu më kish. A përshim një sa trikash? Shkobleje ti poni me para tuja, ma bjer mu më kish, e pastaj taj hajde në kish me fëmijën, e unë qatë bicikleti që ke bletë që a jap djalit të ndhurat, edhe kështu fëmija prej atër ka shku në kish. Ato po tin që shme i mbashtru fëmijët. Unë s'po thom me i mbashtru, ne duhet me i motivu, me i mësu, me sakrifiku për ardhmërin e fëmijëve tonë. Thot Ibrahim ibn Waqi'i, thot ishte babi im i cili qofke namaz nate dhe pastaj u qofshin keq shtëpia dhe adhurojshim Allahun subhanahu wa taala, tirisa edhe shërbetorët u zgjoshin dhe falshin namaz nate. Lusmi Allahun subhanahu wa taala që Allah të na bën prej tyre. Lusmi Allahun subhanahu wa taala që Allah të na hapë vullnet në dheqin e fundit. Lusmi Allahun subhanahu wa taala që Allah të lidhje zemrat tona për adhurim. Lusmi Allahun subhanahu wa taala që Allah të na bën zemrat tona të qëndrojnë në dheqin e fundit, që ta kënaqshmi Allahun subhanahu wa taala dhe ta shpëtojnë vetën tonë. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. Thot Talha ibn Musrif, ishte ki thot që e urdhrojke familjen e vet, shërbetorët e tij, vajzat e tij, gruan e tij dhe thojke zgjohuni, falni 2 rekat namaznate, se këto 2 rekat namaznate janë që t'i fshin gjunahet dhe është nderi i besimtarit. Është krenaria më e madhe. Pse? Se je zgju para Allahut Rabbul Alaminit, ai i cili të ka krijuar, të ka përsosur, të ka dhënë mend, të ka dalluar prej kashve. Qohu dhe ti tregoj Allahut tanë se ti je mirënjohës, ti me të vërtet e don Allahun subhanahu wa ta'ala. Disa prej selefit
që janë ko njerëz të devotshëm, janë ul me disa djemë të ri të devotshëm, adhurues që kanë bëjë ibadet Allahut, edhe pse edhe ne kemi alhamdulillah xhami djemë të ri që adhurojnë Allahun, mësojnë Kur'an, kujdesën për xhamin, wallahi kemi. E ki kur u ka ul ki më i vjetri, ju ka thonë o djelmosha, la atakulu kathira, mos hani shumë. Fatashrabu kathiran, si të hani shumë, keni me pi shumë tona. Thot, fatanamu kathiran, e pasi të pini shumë, keni me flet shumë, e pastaj keni me hum shumë. E ke po, si të bim gjumë si arushat e bardha. S'mujna me uzgjuhe. S'muj me uzgjuhe. Pastaj tik namazi natës, tikin shumë sene. Për këtë, thot njoni prej selefit, është e çuditshme kur e dina se xheneti nalt është zbukuruar, xhehenemi prej poshtë u ka dhezur, e si njeri mes këty dyjeve flen dhe e hum kohën e tij. Ne, si besimtar, duhet të mundohemi tash sidomos në 10 e fundit se jemi vetëm prak që ne mas pari ta kalojmë natën çdo 10, mos na ikë asnjë taravih. Të mundohemi deri si fir të lexojmë Kur'an. Nëse ka nevojë të flesh pas jacije të namazin e natës, pushon. E tjetra është që të mundohemi natën e katë mos ta dallojmë natën tek. Që 10 e fundit, a hini 10 për çdo natë. Mos tolero asnjë natë. Mos tolero se nuk e din se nata 27 ka mendimi ulemave që nata e Kadrit ndron, nuk ka për çdo vjet 27. A pse di se kanë thonë është 27, ndron, nuk e dim cilë natë. Ty tento ta shfrytëzoj sheket, ta gjej sheket, 10, nëse ti hulumton 10 e fundit, 100% e ke zonë natën e Kadrit. 100% e ke zonë, nëse 10 e fundit nuk të hikën asnjë namaz, duat, lutjet, sakrifica, bi idhnillahi taala, dhe është mirë që kush ka mundësi të hinë itikaf, prej veprave është zakatul fitri, prej veprave që mujna me botë, në 10 e fundit është zakati i mallit, nxjerrja e mallit, prej veprave është që të bëjmë tobe dhe istighfar, se cili prej nesh nuk ka shiku haram, cili prej nesh nuk ka dëgju haram, cili prej nesh nuk ka bëu gibet, cili prej nesh nuk ka përcjell një fjalë, cili prej nesh se ka hidhur Allahun. Atëherë është koha të bëjmë tobe, që Allah të na e falë, se Allah don shumë prej nesh në pendohemi. Allah u gëzohet ne kur pendohemi. Atëherë ta gëzojmë Allahun subhanahu wa taala në 10 e fundit. Të mundohemi që ne të bëhemi të mirë te Allahu masfari e pastaj te familjet tona dhe te shoqëria jon dhe të mundohemi të shtojmë veprat e mira. Lutemi Allah subhanahu wa taala që Allah të na japë sukses dhe bereqet. Wa aqimus salam.